Kryetari i Bashkisë Pogradeci, Ilir Xhakolli, priti në një takim zyrtar ambasadorin e Indisë në Tiranë, Ravindra Prasad Jaisval. Gjatë këtij takimi, ambasadori u njoh nga afër me potencialet që ofron Pogradeci, duke përfshirë turizmin, trashëgimin kulturore e historike, si dhe destinacione turistike të zonës. Kryebashkiaku theksoi gatishmërinë që bashkëpunimi mes bashkisë dhe ambasadës të zgjerohet në fusha ndryshme, si turizmi, rinia, teknologjia, por edhe në sektorin e biznesit e investimeve. Nga ana e tij, ambasadori indian u shpreh i surprizuar nga bukuria e potenciali i Pogradecit. Ai theksoi se në të ardhmen do të ofrojë mbështetjen dhe asistencën e tij për të zhvilluar bashkëpunimin në fushat të përmendura, duke vënë theks të veçantë në promovimin e Pogradecit dhe gjithë Shqipërisë si destinacion turistik. Ambasadori bëri të ditur gjithashtu se vetëm gjatë këtij viti pritet që rreth 35.000 turistë nga India ta vizitojnë Shqipërinë, një numër që synohet të rritet edhe më tepër vitet e ardhshme. Gjatë bisedës u diskutua edhe për mundësinë e bashkëpunimit me industrinë e filmit në Bollywood për realizimin e xhirimeve të filmave indian në Pogradec apo dhe Shqipëri, pasi një interes i tillë është shprehur nga regjizorë të ndryshëm. Bashkëpunimi i parë konkret mes Pogradecit dhe Indisë pritet të finalizohet këtë verë me organizimin e një nate kulturore indiane që do të mbahet në qytetin e Pogradecit.